Abdul Gjemil Alimani ka qenë 1 vjet pas meje, kurse Afrim Mehmeti 1 vjet e gjysmë pas meje. Dhe me thonë kemi qenë 19, 20 vjeçar, 20 vjeç e gjysmë. 18 e gjysmë. Ashtë, po, kemi qenë të gjithë. Dhe me thonë Afrimi kur e ka përfundu shërbimin ushtarak i ka pas plot 19 vjet. Edhe se ka lënë uniformën, zhveshur në rroba civile, e kanë morë dhe kanë burgosur. E kanë arrestuar. Tani, Azizi fliste për këtë, po në i paralajmërim që do ta bëjnë ndonjë akt, do më thonë, do të bëjnë një lloj hakmarrje në diçka, nuk u tha? Dëgjone, nuk di tash ja, ndoshta 3 ditë, 5, 1 javë, nuk di tash, nuk mund ta di sakt. Mos kanë kaluar shumë vite. Po, ai në pa të thënë ashtu bashk o burra, kjo Serbi gjatë gjithë ekzistencës saj këtu në Ballkan, neve gjithë na ka vrarë, na ka prerë, na ka torturuar, na ka dëbuar. Ne e kemi mundësinë ideale që t'i hakmerremi. Bile përdori do fjalë pak më banale, madhrazda, edhe mbetëm ashtu. Unë bile mora fjallën të shrazit, të kam betër edhe 10 ditë, 1 javë, apo sa të kam betë krye ushtrinë edhe si gjithë të tjerët. Mbet me aqë, të drejtën me të thënë, ajo që ka tha, unë pëlqej, po të një dhe njiheshim shumë pak edhe se kishe besimin, por me 3 shtator në mes... Po të Riza jemi njerëz, ta themi të vërtetën, ne jemi rujtë shumë, dhe si duket në ndërdije kemi pas që në një moment do të bëjmë ato që ka duhet për atë dheun, po nështë s'ka ardha akoma, po të jemi më shumë, po kështu, dhe më thani kemi pas të më dyshje të gjithë. Edhe më vonë, fillimisht, dhe më thonë sa ishte Jugoslavia e madhe, them atër, edhe kemi pasur të deleguarit tanë shqiptarë të cilët kanë qenë për gjitha nivellet institucioneve, qoftë atyre krahinore, republikane, federative dhe gjithë, por gjithmonë ata të zgjedhurit tanë një farforme, unë edhe sot mendoj për dhe atëherë, nuk kanë qenë të zgjedhurit e popullit, po kanë qenë të zgjedhurit e politikës e cilat i ka caktuar. I ka caktuar, andaj. Tani çka është më e keqe sepse se u ndërlidha këtë, kemi menduar gjithmonë ndoshta s'është koha. Po të mos ishin do djem trima, si Azizi, e do tjerë para Azizit, e do të tjerë pas Azizit, ndoshta po të pritej kështu gjatë, edhe politika e cila u bë, kur u thy muri Berlinit dhe u bë shteti pluralist, dhe politikat fatkeqësisht edhe tjerat, gjithmonë kërkonin të presim, të dorojmë, po duke pritur zdo të asgjë, po fol atyre trimave, dolën, e morën malin, erdh liria, edhe kjo ka qenë se na em në burg kur diltim ndë një shok, thash, dhe më thonë 87, sepse atje kam takuar shok që nga 80-a kur ka rënë burg deri 98-99. Kur ke shku në burg? Kur kam shkuar, po. Kur e përshëndetnim një shok që u lirua nga burgu, e kreu burgun, edhe i thonim gjithnjë, po del nga një burg i madh në një burg të vogël. Po del nga një burg i vogël në një burg të madh. Po, më falë, ashtu ishte, po del nga një burg i vogël në burg të madh. Ashtu ka qenë, e unë tani po ta fatin që dola nga një burg i vogël në liri dola. Në lirinë e Kosovës, e sa modest në burgi, 14 vjetë burg, një djali i ri, edhe po ta fatin dola në liri. Po kthehemi të nata ku fillon edhe kalvari juaj. Ka qenë 3 shtator, apo? 3 shtator. 1987, po. Aziz Kelmendi e bën aktin heroik, absolutisht, e merë kallashin edhe... Po, dua ta shpjegaj ashtu në pika të shkurtra. Ka qenë, i kanë thënë ata, pozharni, dhe më thonë, roje ku ruan pa armatim, ruan koridore. Edhe në koridore kanë qenë të renditura në pushkët automatike ose gjysmë automatike të qetave të cilat kanë qenë. Do më thonë pushkët, jo, si që e dine e keni kryer shërbimin ushtarak Jugoslav, ato kanë qëndruar në koridor, por jo dhe municione. Edhe Azizi ka qenë kujdestar prej orës 12 deri në orën 5 të mëngjesit. Edhe e merë një
Kalashnikov, do të thonë kallashin e merr, në ark e metalt që ka qenë e mbyllur me dry dhe me dyll, me një toj ashtu, ajo ka qenë që oficeri kujdestar ta mbyll që oficeri tjetër ta gjej që nuk është prekur se kanë qenë dokumenta sekrete të cilat ushtria i kanë pas. Por aty Azizi ka ditur që janë edhe 10 plumba të Kalashnikovit, po. Do të thonë plumbat kanë qenë të njëjtë si pushkës gjysmë automatike, sikur të automatikës kanë qenë të njëjtë. Edhe Azizi e merr atë arkën, se kanë qenë të lehtë ato ku i renditnin rrobat, e qet në terasë atje, e the dryrin pak me dhunë, i merr 10 plumba dhe shkon te vendi i rojës, te zaventsi i rojës atje, ja fut kallashin fytyrë, thotë më jep 2 karikatorë. Aty ka qelluar një Rizo Alibashić, një bosnjak nga Bosnia, edhe ai nga Afrika që do ta vret, ja ka dhënë. Ja ka dhënë. Po, i thot, nëse më jet, nuk të vras. Edhe e ka marrë me veti deri ka ardhur, i ka thënë ik tash, edhe Azizi ka shtën në 2 dhoma të gjumit. A në të dyat? 2 dhoma të gjumit, edhe andej. Në dhomën e parë e ka vrarë Srđan Simić nga Beogradi, në të njëjtin dhomë e ka vrarë edhe Goran Begić, një kroat nga Zagrebi, Safet Dudakovićin nga Bosnia. Kurse në dhomën ku kam qenë edhe unë, është vrarë një Hazim Gjananović. Kurse të blagosur kanë qenë 6 apo 7. Do të thonë nga plagët është fjala, nga plagët e plumbit. Veç e ka ditë pyeti, nuk ka gjuna. Vendin është interesant, vendin kanë qenë për shembull Pajaziti dhe Shefqet Pacharizi, dhe vendi ku kam qenë unë dhe një Islam Mahmuti, dhe me thonë një 2 metra nga aty nuk ka shtën fare, se i ka ndarë afallet. I ka ndarë afallet dhe nuk është shtën atje heq. Kurse Afrimi ka qenë me të njëjtën qetë me te, edhe s'ka shtën në dhomën e tij. Kurse Abdul Gjemil Alimoni dhe Enver Behluli atë natë kanë qenë në roje. Në më thonë, në dhomat e kazermës kemi qenë unë, Shefqet Pacharizi, Pajazit Aliu dhe një Islam Mahmuti nga Gjakova ka qenë, Rom ka qenë. Tash ka dalë për aty? Edhe del nga aty, qysh kanë thënë mandej, një 700-800 metra larg kazermës, një vend pak i malor, po kanë qenë ndrunjë jo të mëdhaj, edhe është gjetur i vdekur në mëngjes në ora 9, një plag dhe një plak që kanë pas shtëpinë aty afër, e kanë gjetë të shtrirë, kallashin mbi gjokës është që ka pas, me një plumë e ka pasur në mjekër, edhe unë jam i bindur që Azizi nuk ka dashur t'ju bi në dorë i gjallë, sepse i ka ditur se çka mund të bëjnë ata me tortura, me dhunë, sepse Azizi para se të shkojë shtor ka qenë një herë i dënuar 15 ditë në si i mitur. Si i mitur ka qenë. Është zënë në demonstratave. Ai ka qenë siç ka thënë në Sal, në Azizit më vonë. Ju ka thënë, kur e kanë zënë policët, i ka thënë që pëmdasht me ikën në Shqipëri. Se Azizi ka jetuar në Prizren, në Arbon. E kanë zënë afër Zhurit. Ish Dushanova, po. Edhe pse Aziz the ashtu, non ku pos punë me do djem, edhe që mos më ju thënë atyre, se me ju thonë një më konë të këtë, tani ata kërkujnë emrat të tjerve. E kështu që ju thash, pëmdasht me ikë Shqipni edhe u kry me mua që mos më... Në realitet në atë periuda dhe Kanikur, po. Rizajetin që kanë ikë plot grupe djemë. Unë shpesh e të regoj, edhe unë me një grupë shokë kemi bisedu me ikë. Bile kam pas planifiku që nëse më pyesin ku donë me jetu në Vlorë. Sot kam fatin e mirë, jam qytetar i Vlorës me pasaport të Shqipërisë ma. Të lumë. Mi dëshire kam realizu. Po vazhdojmë tregimin. Ta them, ndoshta kem ko që ta dua ta ilustrojmë me një rast familjes time, si që diti, familja jo një pjesë e modhe që nga 1928 kanë jetuar në Fier. Në Fier. Po një pjesë na ka mbetur këndej dhe në vitin 85 babaj im, jo në 82, se në 85 së vdesaj. Në vitin 82 i thëtë miku ti më të ngushtët me mujtë me shku një herë në Shqipni, e mi po ata kush e re. Atë familje. Njënën shpi e shes, në njënën shpi a fol dikujt.